Të dashur miq të televizionit Syri, kësaj të marte do të diskutojnë gjithçka që ka të bëjë me problematikat në sektorin e shëndetësisë. Me që kemi shënuar një maj në ditën e punëtorëve, kësaj radhe ky emision do të fokusohet pikërisht në çështjet që kanë të bëjnë me sektorin e shëndetësisë. Secili njeri i punësuar në këtë sektor duhet ta ketë të hapur derën e sindikatës për çfarë dhe paguan, në mënyrë që të zgjidhë problemet me të cilat atakohet ai në baza ditore. Se cilat janë problematikat në këtë sektor, cila është e drejta atyre, çfarë po kërkojnë ata me ligjin e ri të pagave që disa kategorive nuk janë të kënaqur, e në anën tjetër cilat janë detyrat, obligimet dhe përgjegjësitë e tyre, si funksionon zinxhiri komandues dhe shumë çështje të tjera që lidhen me shëndetësi, shumë bukur do t'i trajtojmë me të ftuaren e ditës së sotme, zonjën Tevide Ymeri, kryetare e Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë në Kosovë. Mirë se erdhët zonja Ymeri dhe faleminderit që u bët pjesë e diskutimit tonë. Mirë se u gjeta. Jemi pikrisht në një kohë kur të gjithë bëhen gati për të folur edhe diskutuar kur është fjala për të drejtat e punëtorëve, sepse një maj sikur na nxit më shumë vëmendjen që t'i kërkojmë të drejtat tona. Do shkojmë radhazi njërën pas tjetrës. A mendoni ju se përgjithsisht janë punëtorët kosovar të atakuar me padrejtësi? Shiko, ju punëtorët kosovar, për në përgjithësi, fuqia punëtore, ose klasa punëtore janë të atakuar për herë gati, e mos flasim më për shtetet të cilat kanë dalë janë në një gjendje pas lufte, me një status jo të zgjidhur akoma juridikisht, por është e vërtetë që një muaj tani na u kanë hap sytë dhe kemi pasë çka pasqyron, edhe se çka duhet të bëhet për një maj. Në të kaluamën unë, për shembull, dhe një pjesë e kolegëve të mi që kemi jetuar në atë sistemin monest, sistemin komunist, për shembull, e kemi festu si të jetë një ditë shumë madhështore, shumë kështu që nuk na kanë lënë shumë nashta me pas njohuri, sepse s'ke pas qasje në për rrjetet sikur sot që ke mundësi mu informu për çdo gjë. Dhe kemi pas ditë feste, cilat janë manifestuar në format ndryshme, domethënë organizimet në shkolle dhe armata dhe gjitha organizimet dhe fakultetet dhe gjithçka është bë si festë, po megjithatë festa një maj është një histori që tregon një rebelizëm të punëtorëve në atë kohë, të cilët kanë punu pa orar, për të cilët tani unë konsideroj që edhe punëtorët Kosovë punojnë gati se një saj, pa një orar, pa një ekstra ligjit i cili e përcakton 40 orë njaftë ose 174-73 orë mrena mujit, të cilët janë pa një kontratë të mirëfillt dhe absolutisht pa e respektua asnjë të drejtë të tyre. Do të thotë fillet e në vitit 1886, kur kanë filluar atje protestat e para, dhe që këtë vorna e kemi kuptu vërtet maje çka simbolizon. Një maje, atje ka pas protestat për gjakura, dhe që do me thonë edhe shtetet tjera më të avancume që kanë pas shkeljet të drejta deri në atë kohë, kur janë vrarë njerëzit dhe janë burgosë, janë përndjekur derisa e kanë arritë këtë normën 8 orëshe në ditë, të cilën e gëzojmë edhe ne sot, por që ju e gëzojnë të gjithë punëtorët në Kosovë. Kjo është pak e dhëmshme që edhe mas 24 vjet pas luftës punëtorët në sektorin privat trajtohen jo në formën e dur, jo në formën e cilin ish dasht të trajtohen për faktin se punojnë mos them pa normë fare, domethënë punojnë deri sot tamam si të kaluar para se të bëhen këto protestat e një maji 86 ose atje në Chicago ku kanë filluar në shtete të tjera të perëndimit, sepse me lindjen e diellit fillojnë dhe me perëndim diellit e mbarojnë punën dhe kjo është ajo më e dhëmshme në Kosovë, po që po mendoj shumë që tani janë duke punu shumë në informalitet dhe për të rregulluar këto çështje dhe kontratat. Unë kam familje, njerëz familjar të ngushtë që i kam që kanë një kontratë për 40 orë në javë, në fakt punon edhe të shtunë dhe për herë është mbi normë dhe absolutisht asnjë cent s'merr më tepër, por që jem të bashkëbisedu me i rregullu këto çështje. Që një ditë edhe ne përgjithsisht kudo që punojnë kosovarët i kenë të rregulluara këto me ligj. Shiko, dhe sistemi privat ju e keni pa për shembull që është një diskrepancë ose një dallim shumë i madh mes punëmarrësit dhe punëdhënësit, që punëdhënësi në sistemin privat është milioner, ndërsa punëmarrësi është lypsar.
Mos tam sa që nuk mund me siguru as kafshatën e gojës me atë pagë. Trajtohet dhe me thanë mënyrën, ju e keni parë sigurisht festa vdejnë 12 orë është një market, për shemë për 250 euro punon dhe punon 200-300 orë. Dhe absolutisht smeret kërkosh me këta. Tani për tani po më duket se janë duke u vë do lëvizje në këtë drejtim dhe po shpresoj shumë që sa më shpejt rregullohet edhe sektori privat, sepse bile sektori publik këtë çështje e ka të rregulluar se mbi normë paguhet kur punon në orët shtesë. Zakonisht marrin kujdestari ose marrin ditë lira. Ata janë në mëshirën e Zotit, si të them. Pikërisht. Ju në kongresin e fundit fituat epitetin e të parës së kësaj federate, ku do të keni mbisu për udhëheqjen e gjithë atyre punëtorëve të sistemit shëndetësor. Nëse nisemi nga e para, cilin do punëtor shëndetësor që ta pyesësh, ka diçka që e pengon, ka diçka që e shqetëson dhe don të adresoj tek sindikata që ju përfaqësoni. Cila është situata atyre aktuale? Kur e kam marrë këtë detyrë, kam thonë se është më shumë është përgjegjësi se privilegj dhe vërtet që po më del më shumë se shumë përgjegjësi. Po, me gjitha të, për ato edhe duhet një majë të kujtohet në këtë formë për të kërku të drejta dhe jo për të festu, edhe për të shku në mramje ose në muzikë ose si që ka ndodhë në kalumë, unë po mendoj që duhet të ngritet vetdia dhe të festohet, të përkujtohet majë në këtë formë, duke kërku drejtat sa më të avancume, jo përshini shtetet skandinave po shkurtojnë orarin e punës për shkak të produktivitetit, nuk thot se dush me nejt 8 orë, po ndoshta rri 4 orë, po që je produktiv dhe mund të rrish 8 orë kur ti nuk je në formë dhe s'pagush mirë, nuk trajtosh mirë, mund është me pas absolutisht s'ka produktivitet. Kështu që shtetet e zhvillume dhe shtetet sidomos skandinavët që kanë drejta shumë të avancume punëtorët, drejt kësaj po synojnë që të kem një orar të punës, po që të jenë produktiv punëtorët. Mos t'i mojmë peng, na jem shumë shpesh rrap të orarit 7-3 ose 8-4, po megjithatë mbrana orarit punës ndodh të jetë punëtori 2 orë, këtë është efektiv gjatë orë. Dhe këto ka ndodhë, pa janë çështje që për cilat ne mujna veç me i andru për momentin, për arsye se s'mund t'i afrohemi shteteve skandinave, po nuk duhet të flejmë, pushojmë dhe të thojmë se është gjithçka është jem në tranzicion, po gjë duhet vazhdimisht të anglisim zërin. Do të thotë për këtë një maj duhet prap një aktivitet me bë dhe me tregu që duhet akoma me bë për punëtorët në Kosovë në përgjithësi, po unë kam përgjegjësi të flas për punëtorët shëndetësor në Kosovë. Edhe me hyrjen në fuqi të ligjit pagave, jo keni vrej se ka pak nësi sa dush. Të shumta këtu. Të shumta, po ndëgjone, konsideroj që edhe kam thonë për herë që ma mirë tjetë një ligj i keq se sa pa ligj fare, sepse pa një ligj është krijot një lloj anarkie dhe një infermier në gjitha qendrat e Kosovës paguhet ndryshe. Dhe këto çështje bile sigurisht që i ka rregullu, është e vërtetë që ka pak nësi shumë, sidomos infermierët kanë pak nësi se pritjet e tyre po dhe të mijat edhe gjithë kolegëve të mi kanë qenë më të mëdha për faktin që është propozu ajo vlera e koeficientit 120 dhe doli që t'jetë në 105. Por që edhe punëtorët e administratës janë gjithashtu të paknaqur edhe nuk e kam idenë se si kanë pas guxim me i zbrit pagat. Kjo është tepër e dhëmshme në këtë kohë kur inflacioni domethënë ka plu vendin komplet, ndoshta edhe shtetet e përre, dhe ti në qoftë se s'ke mundësi me ngrit bile me zbrit jo, sepse çmimet po ngritën dhe paga po zbritet, unë nuk di çush kanë me shpjegu këto. Për këtë arsye dhe kanë dërgu disa digastere, kanë dërgu në gjykatë kushtetuese, po që ne jemi të mundu përmes kontratës kolektive diçka me bë, me përmirësu, po dhe ligji nuk është që i paprekshëm dhe që është diçka absolute që s'duhet ndryshohet. Edhe me iniciativë të ligji mund plotësim ndryshim të ketë, sepse nuk do të thotë që do të shkon deri në infinitin i këtij ligj. Deputetët tek e fundit këtë punë kanë, sigurisht. Mundet edhe qeveria me vendim i rregullu disa gjana, sepse na i kemi pak nësi shumë prej punëtorëve, jo mantelbardh sidomos, edhe vërtet janë absolutisht janë kategorizuar shumë keq edhe shumë me një pagë tolt, po që përgjithësit i kanë tepër të mëdhaja. Janë disa sektorë të cilat janë jo mantelbardh, po punojnë shërbime jetike, të cilat nuk kanë të drejta sipas ligjit mbi organizimin sindikal të përgjigjen grevës. Prandaj duhet cilësohen si kategori me rrezikshmëri të lartë dhe duhet pagesa e tyre është në 400 euro dikon tash, kjo pagesë nuk guxon duhet
të lëvizet diçka në këtë drejtim patjetër. Nëse i referohemi kërkesave të Mandelbarve, u tha se disa kemi probleme me kujdestarit, disa me gatishmërit, kur është fjala tek ligjit, infermierët me kualifikimet, kush me shkollë të mesme, kush me studime bachelor, dhe doli ky far vorbulli i paknaqësive që dolin në sipërfaqe pas aprovimit të ligjit. Gjykata kushtetuese e dim çfarë bëri, ndërto po në një farë formë tha ligji pagesa do të vazhdoj me ligjin aktual deri në një vendim të dytë. Dhe kjo situatë krijon një farë amullie brenda institucionit. Shiko, nuk është që është edhe këtë e letë implementimi i ligjit paga, për kur e dim që është për 82.000 punëtorë bëhet fjalë. Nuk është këtë e letë edhe ne kemi ditë që kanë më na përcjell gabime teknike dhe defektet ndryshme. Unë konsideroj që edhe në për institucionet kanë pas domethënë drejtorit me ato ekipet e veta, të cilët i kanë bë përgatitjet dhe përshkrimin e detyrave punës kanë bë goxhalshime në këtë drejtim dhe ka gabime edhe tek ata, sepse kështu i kanë dërguar në ministri dhe kështu janë pagu. Megjithatë, janë në komisionet, janë në secilin institucion, janë kriju dhe janë të punu me shpejtësi, me i gjetë defektet ku janë dhe me i dërgu në ministri, me i përmirësu. Nuk është krejt e letë. E kam hallin e zbritjes të pagave kryesore, se këto tjerat gabime teknike janë çështje që rregullohen dhe s'kan çare pa rregullu, po te çështja e kujdestarive, te infermierët, që keni pa dhe jo që e kanë ngrit këtë shqetësim në media, kemi ngrit edhe në, po që akoma nuk janë të definuara mirë dhe akoma asnjë nuk e dim se si do të rrjedhin gjanat për faktin që aktet në ligjore akoma janë duke u përpunuar. Po ne jemi të munduar në muajin pasus do të përmirësohet paksa situata dhe doli e njëjta situatë. Gabimet teknike kanë premtuar, po nuk kanë arrit krejt më shumë. Në takimin e fundit që kemi pas me ministri, na kanë thonë që afër 1600 gabime janë teknike vetëm në shëndetësi. Dhe ato sigurisht që marrin kohë, ata e dinë më mirë ose ndoshta është edhe papërgjegjësi e tyre, s'po me amnistu të ke fundit kërkan, por që ka pas të lashe, për shembull ku kanë bë gabime teknike janë ekzekutu një mjekut 2 paga, ose ju kanë dhënë një pagë gjys, ndërsa tjetrit pjesa e tij i ka mbet ky mjeku paguhet vetëm me 700 euro për shembull, kem raste edhe kësa, që ka pas tepër shqetësim, ka pas reagim shumë tash për mjekëve pse kështu bën dot 2 muaj. Tash për shembull buxheti që është nda, që na i ka shpjeguar ministria se unë nuk jam eksperte asaj fushë, e ka nda buxhetin për një sektor, për shembull për spitalin e Gjakovës Tazam, aty ka ndodhur që një doktor i ka marrë mbi 2000 euro, ky tjetri i ka marrë 700. Tash duhet procedurë mi ja marr këtij për 2 muaj mi ja kthy për mi ja kthy këtij doktorit tjetër, të cilat janë bërë. Këto janë ato gabime teknika për të cilat ministria shpjegim na ka dhënë neve që kemi kërkuar si federat. Dhe mirë po, unë e thash edhe në ministri, e kom thonë edhe në media që punëtorët nuk i interesojnë gabimet teknike që ty i ban atje, ati intereson kur vjen paga me datën një, me i dalë taman, qysh e ka në kontratë dhe qysh është në ligj e parapame, në ligjin mbi pagat. Shiko, shëndetësia është një prej fushave më komplekse që është dhe një prej fushave që e ka koston më të lartë se të gjitha tjera, sepse njerëzit që janë lajk të kësaj fushe nuk e kanë idenë, po shëndetësia është shumë e shtrenjtë në botë. Ju e dini 24 vjetë prej luftës dhe akoma s'kemi sigurime shëndetësore. Domethënë kjo është një çështje tepër e ndjeshme e dhimbshme, po që vazhdimisht krijohen borde, punojnë ligjet janë nuk implementohen, domethënë që është problemi është krejt te financat, është problemi te paraja që nuk është e mundshme me arrit, por që po më duket se shpejt do të bëhet. Edhe kjo, dhe besoj që ka me zgjidh shumë problem tek punëtorët shëndetësor, për ndryshe ne jemi të insistu me fut në kontratën e rej kolektive që jemi të bënë shumë gjana derisa të bëhet spaku ligji mbi organizimin, ky ligji mbi i sigurimeve shëndetësore. Nëse i referohemi shoqatës për të drejtat e pacientëve, nuk është që shumë shpesh nuk kanë edhe pakënaqësi në raport me personelin shëndetësor përgjithsisht. E nëse i referohemi personelit shëndetësor, ata gjithmonë i kanë ankesat e veta në vendin e punës. Ju si kryetare e kësaj sindikate, ku keni ndoshta një mori burimesh dhe informatash nga sindikata tjera brenda secilës komunë, cilat probleme atakoheni më shpesh? Shiko, është problemi që është kriju një lloj stigmatizimi për Mandelbardët. Unë shpeshherë kom thonë edhe potencioj edhe sot që është e vërtetë që është profesion human, po doktorë dhe infermieri manë familje me këtë pagë. Dhe tash në qoftë se e kanë pa human,
për periudhën e para luftës, cilën kam punu edhe unë pas 1 cent kur, s'kam marrë, dhe tash ka ndryshu gjanat dhe doktori duhet paguhet. Edhe çështja është kjo kriju, domethënë qytetari akoma e shef me atë synin si në shoqat Nën Tereza dhe këto kanë vazhdu më tutje, edhe është e vërtetë që është profesion human, po që ta takosh në rrugë një pacient dhe nuk e ndihmon, ajo është edhe është shkelje ligjore, po edhe është e pamundshme për një mjek, domethënë. Kjo është humaniteti, po humaniteti duhet paguhet, domethënë kjo puna e mjekut, edhe këtë çështje kanë pak problem. Ju nuk e di, e keni vërejt, besoj që po, në institucionet publike pacientat sjellën shumë agresiv, për shembull, në privat edhe paguhen edhe pret rendin, edhe domethënë nuk sjell të lashe. Dhe kjo na bën me dije se akoma e shef punën e shtetit, e shef institucionin shtetëror si është shërbim të qytetarit dhe duhesh domethënë sikur e ka dhe gratis shërbimin, ju e dini 1 euro paguhen dhe mos them gati që është gratis, edhe sjelljet i ka shumë agresive, nuk pret as 5 minuta as 10, ndoshta kem faj na, ka faj edhe politika e cila nuk është marrë pak me edukim të qytetarëve, që ndoshta ishte me qenë prioritet edhe me ju tregu mënyrën se si shkohet e mjeku, sa duhet pritet, sa. Na shpesh herë dalim në lëkurën e tyne, se nuk është e lehtë me Antelbardhi kur e shef rastin e randet, nuk e dini ju që një rast i ran kur vjen një vdekje, është ka me 2 javë flitet për rastet rana, kështu aksidente që janë me pasojë fatalitete. Nuk është që krejt është e lehtë edhe menojnë se e shohin doktorin, veç doktori e menon veç parën. Kjo është kriju, kjo përshtypje, kjo është as pak e vërtet. Po që të pritet në institucionin shtetëror nuk don as 5 minuta pacienti, këto është problemi. Masnej kem plot aparaturat cilat nuk funksionojnë në spitalin shtetëror dhe kush e takon i pari pacientin, qaj, do më thonë, ka mu konfliktu me ta, pse po më qenë privat, pse nuk bëhat rezonanca, pse nuk bëhat kjo, po Antelbardhi është vetëm një shërbys i qytetarëve dhe nuk mund të merr vendime politike çka me ble, çka jo. Po për me ndërtu shëndetësinë moderne që dojmë na dhe që kanë shtetet e Evropës. Atër zinxhiri menaxhues duket si ka ngecur dikun. Shiko te sistemi menaxherial, unë kam kritikat vazhdueshme dhe bile ndoshta ma marrin një noti pak drejtorët, po që unë menoj që ka shumë gabime dhe ka një jo ngecje, po unë tham një sistem mos them demode i udhëheqjes është, që konsideroj edhe ka shefa shumë se ç'duhet, sepse shefat e Kosovës nuk punojnë, janë me dorë në xhep ose në zyrë rinë gjatë gjithë kohës para kompjuterit dhe nuk janë shefat si perëndimet që dalin punë para punëtorëve. Për herë janë para punëtorëve në vendin e punës, tek na ndodhe e kundërta domethënë. Në një institucion ku janë 300 punëtorë ndodh që të kenë 50 shefa, domethënë 50 udhëheqësa, 50 janë të amnistuar për vendin e punës, nuk ka nevojë. Nuk e besoj që ka nevojë, sepse secili institucion ka një organogram, secili punëtor e ka të nënshkruar një kontratë punës që e din që duhet i përmbat asaj, dhe nuk menoj që atë nuk kem njerëz, nuk kem fëmijë, nuk kem adoleshent që duhet i rish mbi kokë për me bë punën, secili është i vetëdijshëm për ato që ka me bë, kur shkon në mëngjes të punës në mbrëmje, dhe nuk besoj që ka nevojë të rrihet përveç disa orareve, secilat duhet me përpilu. Po tash është Kosovë dhe kështu ndodh. Kur e morë detyrën thatë se do t'u kthej dinjitetin Antelbardhve, a vërtet deri në atë kohë nuk qëndronte e mirë situata me Antelbardhët? Shiko, na jem të punu maksimalisht në qëtë drejtim. Në çfarë konteksti e keni menduar? Kam mendu se që për ju të regoj në radhë parë, sindikatën jem të munu me reformu sindikatën, sepse ti nuk mundesh me eduku diken në që se vetë si eduku më shkësho. Dhe që për sindikat, do me thonë që dje kam marrë vendim me ullë kohët në 0.5. Që punëtori shëndetësor mos ta shef sindikatën si diçka, si një tallava, kam thonë që mendon që sindikata duhet të organizojë dozma, mbrëmje, shëtitje, këto gjëra duhet hiqen dhe të ngjojmë një sindikatës në perëndim e cila merret ekskluzivisht me të drejtën e punëtorit. Punëtorit e na edhe ka qenë antar sindikate dhe ka paguar avokat për një çështje ligjore, për një shkelje, për një padrejtësi. Ka dhe punëtori cili as të drejtat elementare në vendin e punës nuk i din. Dhe kjo është do t'jetë, e kam prioritet, po akoma nuk jem rehabilitu për shkak të problemeve që i kemi të brendshme me ish sindikalistët, nuk është krejt e lehtë kjo, dhe që do të fokusohem gjithsesi unë dhe grupi jem që të bëjmë trajnimet të përhershme të grupeve të punëtorëve shëndetësor për t'jau, si të them, për t'i përgatit për të drejtat e tyre.
në vendin e punës, cilat s'janë, çka ju takon, çka s'ju takon. Këto është problemin që me direktiva akoma ndrohen vendet e punës, për shembull. Sot i thot krye-infermiera në telefon, në shtëpi, thirr thot nesër prej orës 7 kemi shku në filan fshatin, për shembull, me punu. Dhe absolutisht të gjona duhet të heqen prej kësaj, sepse duhet lajmërohet me kohë, duhet i jepet vendim punëtorit se duhet shkon, duhet mi dhënë arsye tim për shkak të çon. Domethënë akoma këtu demokracia është për tokë. Domethënë derisa drejtori thot e kam gjithë autoritetin me dërgu ku dush punëtorin nesër me punu. A u rrit vedia individuale këtyre punëtorëve që me i raportu këtë situata? Pak, jo shumë. Domethënë unë kam pas personalisht në regionin tim ku e ku mu theq, ku ka pas punëtorë që ndoshta edhe fizikisht janë godit, edhe nuk kanë guxu me denoncu në polici, nuk kanë guxu me inicu procedurë gjyqësore, edhe pse kam insistu, kam shku në inspektorat, i kam bë krejt, kur kam ardhur s'ma kanë dhënë ankesën sepse kam frikë se do të hakmerrat thot drejtoria. Domethënë edhe këtu është fillon kjo dhëmshuria jem për bazën, po edhe që unë kam qenë viktime suspendimit për shkak të qëndrimeve të mia. Edhe kam desh me dhënë lloj modeli që dejnë suspendim me shku, po mos me heq dorë pi të drejtës tonë të cilën takon me ligj, po që të thash që këto me mantilat bardh janë pak si lajek në fushë edhe lehtë manipulohen. Po është edhe kjo friga për një që largohet prej punës dhe nuk çon kokën kërkosh, sepse ju e dini edhe jeni shumë dëshmitar ose është përditshmëri që edhe drejtësia është më të fortë, nuk është me nënën e punëtorëve asnjëherë gati, sepse për herë ju gjinet një nen, një alinen, një piku e ndihmon drejtorin dhe jo punëtorin. Interpretimi i ligjit ka hapësirë interpretuese. Ka një interpretim të fuqishmit që zakonisht vendosin, na kem plot që të shkon deri në apele, deri në Strasburg, shko se më është hup besimi edhe te drejtësia kogja shumë, edhe punëtorët kanë frikë se jetë pa punë dhe do të jetë mbajtësi familjes se si kam ja dal për një muaj ditë rresht, ose për vite që kanë ndodhur me u suspendu. Unë kam provuar në lëkurën tëm dhe nuk është krejt e lehtë. Po për shembull edhe tek rrezikshmëria në vendin e punës, edhe tek infermierët, ndalemi këtu. Jo rrezikshmëria ndoshta edhe puna më e madhe dhe këtë një repart mund të jetë më i ngarkuar dhe një repart është shumë më pak i ngarkuar. Infermierët aty paguhen njëjtë, mirë po puna atyre nuk është e barabartë me punën e një reparti. Që thashë në sistemi menaxherial, që tash ka ngecje, është i kollapsuar menoj dhe menoj që duhet me bë reforma të mëdha në sistemin menaxherial për me bë diçka. Është e vërtetë që kemi edhe kësa, për shembull, kemi mungesë në disa spitale, shembull, kur një infermier kujdeset për 7 dhoma me pacienta, ndërsa kemi me një institucion tjetër ku janë 5-60 mjekë rinë. Se jo infermier, po ka ma shumë mjek se infermier. Domthon gjithë çfarë laramanie ka, po kjo është ngecje, domthon kjo është dështimi sistemit menaxherial, që është domethënë që nuk arrin mul me bë një sistem udhëheqje të mirë, dhe sidomos para ligjit pagav ka qëndosh të merren masa që mos hyjnë sistem 5-60 udhëhes shefat njësive të ndryshme, nuk i di as emrat që shmujnë me i gjetë, kështu ka qlet, shefi kësaj, shefi asaj, shefi vjen për turp me pa për shembull, sepse unë kam vizitu spitalet në Zvicër të zonë, kam pa edhe në Gjermani edhe kam shku veç pe i Korreqës, se i kam disa familjarë të punësuar atje, pe i Korreqës kam shku me pa se si funksionon atje. Domethënë nuk kanë shefa shumë është dallimi sepse vetdia është e punëtorit kur e nënshkruan kontratën e lexon me vëmendje dhe shef çka ka, mund ta kundërshtoj, mund ta ndryshoj një nem, ndërsa te na kontrata kjo është ajo që tash duhet punojmë ngritjen e vetdijes dhe e nënshkruan kontratën pa e lexuar fare. Akoma kem kësa dhe kjo është ajo pika e dopt që po sepse nuk u guxon se jo nashta që nuk e din, po nuk guxon prej punëdhënësit se ai rri për mi kry me nënshkru, ka për nënshkru edhe kështu në prezencën e tij, domethënë nuk jep kontratën me pa me majt pak pa. Me lexu. Këto janë shkeljet për cilat ne ish dashur të reagojmë shumë. Po unë këtë beson që kam objektiv që me majtë trajnime, bile me një rast më kanë thonë të nesër bosh drejtorisht dhe kanë me t'i nxjerrë sytë punëtor që pja mësën ka shumë drejtat, pse pja aftësën ka shumë, një pjesë e menaxhmentit. Po ju jeni për t'i mbrojtur të drejtat e punëtorëve. Nesër nëse unë jam drejtorisht më bon nesër, thash e kam atlet me nxjerrë sytë ai që din sa ai që s'din. Se ai që din ka marrë me kërku vetëm diçka që i takon, po ky që s'din as ti të drejt ka më të lyp gjithçka, që s'mvaret prej teje që ndodha sot e kësaj dite
vite, për shembull federatës i drejtohen me disa kërkesa të cilat ndoshta qeverisë nuk i kish taku jo neve, po megjithatë njerëzit kur kanë hall edhe drejtohen, domethënë. Po, edhe është sindikata, dera sindikatës është dera shikon, kam një bashkëpunim ndoshta shpeshherë potencoj se kam pak ndoshta modestime te pribile, po megjithatë absolutisht nuk pendohen as pak, pse jam kaq e afërt me njerëzit sen dhe në qoftë se më del kohë mbrana ditës nuk ndodh kërkuj mos më përgjegjsh. Pa e njoft, pa e ditë kom shumë se e di që e ka një hall, se për me u kënaq, më relaksu, del me familjar, del me shoqënit vetë, më drejtohet mu fare. Dhe këto do me thonë po e bajnë vazhdimisht prej se ka marrë dhe njerëzit po habitën aty qysh ka qenë thjeshtë, po na përgjigjes s'na kanë ardhur kurrë, s'na kanë pranu kurrë. Ja, tash unë mos më qenë ju s'kisha pas çka lypje unë këtu. Kështu që unë jam për juve këto dhe po mundohem sinqerisht maksimumin me dhënë. Përgjithse për gjithë ata të cilët nuk është e lehtë sepse ju i dini që i kemi pas do shqetësime të mëranshme, kemi pas të cilat duket sikur është nuk janë stabilizuar as pak, jo, nuk janë stabilizuar sepse ku i diun tash dëgjoj njerëzit kur rrin gjatë me një vend është edhe është mirë as mu mos më mlan mandatin tjetër, me thonë mbledhi valigjet se si as kandidat dhe më tregu rrugën, po megjithatë sinqerisht qëndrimi i gjatë në vende udhëheqësit konsumant harxhan dhe baza nuk don më, po ata pak e kanë të vështirë me lëviz mas në këto është çështja dhe që janë të na nxjerr akoma të lashe, domethënë nuk po mundna një organizim të mirëfillt me bazë sepse kem rezistencë prej tyre grupeve të caktune, sigur në çdo institucion tjetër. Me qenë sindikalist, unë ndoshta dhe unë si jam pajtu me zgjedhjen e një ish kryetarit edhe ish tjetrit, ndoshta kam votu kondra, po kur shumica e kanë votu, unë i kam bindë dhe i kam punu vazhdimisht, kam bashkëpunu dhe çdo iniciative kam përkrah dhe kam shty përpara, absolutisht se s'kam bajt hoj sikur këta për shembull që s'dojnë asnjë mënyrë me u pajtu dhe asnjë vendim toni nuk është që e kanë përfill, po është fat i mirë që shumica janë me neve dhe që punëtorët thjesht e kanë kuptuar që shiko kush është sindikalist punon dhe nuk bllokon, domethënë definitivisht nuk i bllokon çështjet, po i shtyn me ecë përpara edhe pa me dikush duhet me punu. Nuk ka drejtim, duhet me jetësu, nuk ban me ndëshku, po që nuk jem këtë njëjtë, sikur që s'janë as gishtat në dorë, kështu që karakteret ndryshme po edhe diçka. Duket sikur nganjëherë bëhet më zëshme, pastaj bie pak çështja e largimit të punëtorëve shëndetësor nga vendi, por gjithsesi edhe nga institucionet publike në drejtim të institucioneve private. Thuhet një numër, bie pastaj ajo, hajtë se mbaroj, që ligji tash i rregulloi krejt, e në anën tjetër shohim çdo ditë duke u hapur ordinanca spitale private të cilat do t'i konsumojnë këta njerëz të cilët janë në institucione publike. Pikërisht, këtu është arsyeja. Ndëgjoj ikja e mjekëve për institucione publike është shqetësim shumë i madh për krejt qytetarët, sepse ato marrin shërbim. Për shembull, kemi gjatë vitit pal 2022 kanë qenë 211 mjek të cilët janë larguar prej Kosovës, që kanë përgatitur dokumentet për t'u larguar. Nga janari i këtij viti deri më sot 32 mjek. Domethënë është shiko, as ligji i pagave nuk është që ka me mujt me i ndalë, për arsye se në sistemin privat, në spitalet private 3-4.000 ndodh që i marrin pagë, dhe në sistemin publik është 1.260 euro është baza për specialistin, edhe sidomos për disa kuadrat që janë deficit, ka dojnë Ministria me Saudion janë të punun këtë drejtim me ngrit akoma diçka, po megjithatë për me lanë sistemin me mbajtën me zgjedh me sistemi publik dhe privat. Ishte ajo një farë përqindje për me arrit. Po është një, javë kanë dhënë këtë mundësi, po bile ishte deri në mars ata me deklaru, por nuk ndodhi kjo. 25% deri në 25%, po që nuk është e potencume sakt, do më thonë e definume, do më nuk me konë 1%, 25%, nuk kanë me zgjedh, nuk besoj te për allë në mjekësisë primare mund të marrin, në qoftë se zgjidhen për ndryshe këto kuadra deficitar që janë absolutisht besoj që nënshkruan dikush, edhe nuk e besoj edhe unë ju bajtiri mos më nënshkruaj hiç bile, sepse nuk e vlen as pak. Sepse sakt nuk është 25%, është deri 25%, mund të jetë 10% dhe ajo do të merret plus kem pak nësi edhe mbrana sektorit edhe për këtë, sepse ata të cilët e kanë nënshkruar dhe këta që se kanë nënshkruar kanë një lloj fërkimi për faktin se normën thotë unë e baj njëjtë si ky dhe çka, unë kam biseduar edhe me ministrin, i kam thënë që sinqerisht është diskriminim mbrana vendit të punës, sepse për një periudhë prej orës 8 deri në 4 dy janë të njëjtin vend. Ky bile ky tjetri që nuk e kanë nënshkruar me ndaj atë ka më shumë pacientë, se është më
kërkum, sepse se sa këtë tjetër që kanë në shru, nuk menaj që ka qenë zgjidhja e dur kjo, unë e kam diskutu dhe kemi folë edhe në Komision Ekzekutiv me Kryeministrin, kur kemi qenë, kam thonë që duhet përmes performancës me i bind ose me i josh kuadrin deficitar me najtë sistemin publik. Për ndryshme me bakët prerje në Cezariane që thuhet absolutisht për momentin është pa mundshme sepse këtë kuadri deficitar ka me ikë sistem privat dhe ka me ikë jashtë vendit. Po, a shini si shqetësuese këtë situatë? Shumë. Sepse në një afat, ndoshta kohor jo shumë të gjatë, ne do të kolapsohemi me një situatë. Shiko, nëse vazhdon kështu sigurisht që po, sistemi publik ka mëra komplet, bile në qofë se vazhdojmë të, jo tani kemë mungesë të anesteziologëve dhe disa repartë tjera që janë duke umbullu me kujdestari, me uazime, merë një ditë, merë 2 ditë, merë një pi privatit, kjo dëman, këto janë zgjidhjet përkashme, për zgjidhjet afat gjata, duhet ndryshet punohet, domethënë. Por që ndarjet e specializimeve, kur janë bën, mendoj që aty ka bën një gabim, një lëshim që dashur me i korrigju mirë të cilat. Pastaj shteti mundet vetë për me i nda specializim, mundet me i qitë kusht, për shembull nëse jep pagën e mirë dhe që të qëndrojsh në shtet të vetin, për shembull pas diplomimit si mjek i përgjithshëm ti baj 3 vjet. Specializim që ti 3 vjet duhet të shërbesh, po dhe 3 vite nuk janë një kusht shumë i madh. Nuk është shumë, çfarë është. Sepse do të merr një përvojë për 3 vite. Do mendje me ikë në shtetet perëndimit krejt kanë me ikë. Domethënë as ligji i pagave nuk është vërtet që ka me ndal, absolutisht, sepse nuk është vetëm paga që është çështja që i largon profesionistë shëndetësor, janë kushtet e punës të cilat punohet. Një është problemi i respektit cilin e gëzojnë prej qytetarëve, prej udhëheqjes, prej gjithçka është domethënë higjiena, gjithçka është infrastruktura që është mungesa e aparaturës, janë plot faktorë, domethënë nuk është që çështja kryesore ose faktori kryesor që i shtyn me ikë prej institucionit publik, paga. Besoni që nuk është. Për shembull, së fundmi ndodhi në spitalin tonë Gjakovës, kur punëtorët teknik, ata që të cilët merren me pastrimin e ambientit, ishin në grevë, ishin një protestë të vazhdueshme dhe zgjati një kohë kur sallat nuk u pastruan, korridoret nuk u pastruan. Kishin video pafund të pacientëve të cilët tregonin situata jo shumë të këndshme si rezultat i këtij ngërçi që ishte. Në anën tjetër mund të irriton edhe vetë profesionistët punojnë ato kushte kur salla operative nuk është e pastruar. Secili institucion punon zinxhir, secili domethënë nuk ka sektor të parëndësishëm ose të rëndësishëm, nuk thuhet domethënë asnjë, po rëndësia dallon. Për shembull, sikur te rrezikshmëria që e kem, edhe rrezikshmëria dallon, ka disa shkallë. Po rrezik zero s'ka hiç, domethënë, as shëndetësia s'kërkon. Edhe kjo domethënë nuk mundna me thonë që punëtorët administratës nuk janë të nevojshëm, pastërtia nuk është, ato serviret e këto, secila e ka rëndësinë e vet se këtë zinxhir është dhe s'mund të funksionon pa këto krejt. Mjeku mund të jetë më i miri në botë, po që pa infermier s'mund ta bëj punën. Këtu do doja të dilja. Mjekët po, se po janë të kërkuar, po tash vitet e fundit edhe infermierët po punsohen, po ikin me shkollë të mesme, me studime bachelor, domethënë vazhdimisht ata po gjejnë një status më meritor ose më të qëndrueshëm në shtetet qoftë në Gjermania, sidomos ka qenë vendi. Prej Kosovës dhe mjekëve dhe infermierëve është kalun fenomen tash, ju e kësheni për ditë. Paramendoje para 2-3 dite, po tani familjarët që më thiri për licencimin, për procedurat, ka mbaru shkollën e mesme, ka apliku në Gjermani për ta kryer bachelor, studime themelore atje, është pranum, dhe atje ka me punu si ndim si infermierët derisa ti përfundon studimet themelore. Do me thonë, vajza me 17-18 vjet veç ik për këtë muaj. Do me thonë, na jem të prodhu kuadër ma shumë për jashtë vendit se sa për në vendit. Unë të thash që nuk është vetëm çështja e pagës, janë edhe kushtet e mjerueshme të cilat punojmë. Për shembull, nuk e di sa ju ka rastis në institucion pas një shampan më ju pastru një dezinfektant në diçka, do me thonë nuk gjinet, janë do letra higjienike për cilat mediat shkruajnë, do me thonë bëhet lajm akoma që letrat higjienike janë diçka shumë e lirë në treg, nuk është ndaj çmim që s'u mbulon, po këto fola dhe apeshet që gjithçka po lidhet me sistemin menaxherial. Do me thënë, sipas jush si sindikat që duhet të ngrisni zërin për përmirësimin e kushteve të punëtorëve shëndetësor, nëse ata nga ajo bazikja, një tavolinë pune të qëndrueshme, mjetet e punës, nëse ato nuk i kënaqin, qysh në orët e para të punës, si do të jetë dita atyre produktive?
kolektive, pikrisht. Momentin që është demotivuese ambienti punës kohen. Thashun e masneja urdhre që i jepet në mënyra që trajtohen punëtorët në përgjithësi, edhe ajo është domosdoshmë një lloj demotivimi dhe domosdoshmë punohet që shpunohet në Kosovë. Po sinqerisht prej 2014 është një ligj për siguri dhe shëndet punë, i cili obligon institucionet çdo 2 vjet që të bëjnë vlerësimin e riskut dhe që për 24 vite sa po punoj unë në shëndetësi pas luftës kënej, kurs është bë. Dhe kjo tregon sa të dush tregon që bëhen matjet e rezatimit, bëhen në mënyrat jo të duhura, domethënë shkruhet në letër diçka, del diçka tjetër në aparatur dhe kështu ka ndodhur në kalumen. E tash kanë filluar me këto dhe po besoj që shumë duhet me i kushtuar rëndësi për arsye se na po kem smundje profesionale plot, deformim profesional, smundje sa të dush profesionale dhe kërkush smerat. Domethënë kemi një mjekësi të punës që është shumë gati. Merrem me çfarë sektori rëndësishëm, por që pas luftës kanë thonë se nuk na duhet 4 specializonta dhe ato janë. Po Gjakova ka qenë më e avancuar në këtë drejtim, bile ka qenë një lloj shembulli. Derisa në raport me vendet e rajonit ishim shumë larg. Shumë ne kam biseduar edhe këtë, bile edhe kam biseduar edhe me ministrin që është mirë të marrë iniciativë bashkë që të avancojmë këtë çështje, jo vetëm specializimit, po edhe të rrezikshmërisë që duhet matet, se janë edhe smundje të rënda për shembull që pacienti unë e di që është një plot edhe pas ndërhyrje kirurgjikale dhe ka humbë edhe syrin, atë që kështu vjen zhag në punë vetëm për pagën, vjen domosdoshmë sepse s'ka një pension invalidor, për arsye se s'ki smundje profesionale nuk i njas me ligj as nuk ka. Njëjta është edhe në sektorin e arsimit. Domethënë kanë qenë të zëshme këto që ose të ndahen fonde të caktuara të cilat do t'ju mundsojnë këtyre një farë lloj pagë. Jemi marrë edhe me këtë solidaritet, sindikatat që thjesht ajo siç dush, nuk i çdosh të jetë pjesë objektive aftonë projekte tona, apo megjithatë na ka dash patjetër për arsye të këtyre për shembull smundje 3 muaj s'ka shku në punë, 2 javë, 3 javë dhe ju ka shkput kontrata e punës. Janë sipas ligjit fuqi, legjislacionit duhet të ndërprit ndërsa pacienti trajtohet jashtë vendit, brenda vendit, terapia ju e dini sa çfarë kosto ka dhe nuk jemi munduar me i afru. Po në kontratën kolektive i kemi pas fut spako me i majt çdo në stadin terminal që po insistojmë prapë me çën pjesë e kontratës. Me kontratën kolektive. Me kontratën kolektive. Çfarë ndryshimesh do të na sjell kjo kontratë? Po shiko, në kontratën kolektive kemi fut shujtën, e cila nuk ka qenë më herët në kontratë. E kemi fut pagën e 13, e cila dhe s'ka qenë, kemi me insistu, nuk do me thonë që duhet me premtu gjithsesi sepse duhet kapesh për fjale se nuk varet vetë prej neve, po janë domon ulesh në tavolinë të negociatave, ju e dini që negocimi është kompromis edhe nuk është që zgjidhje. Domethënë zgjidhje është kompromis, po ka kërkojmë shumë çka, po kemi edhe disa gjëra për shembull tek këto smundje të rënda në stadin terminal që mos me i largu prej punës, po me i majt, me kontratë kolektive janë disa ditë të lira të rrezikshmëria të cilat jepen. Kemi kërkuar rrugën, kemi kërkuar tek infermierët rritje të kujdestarive. Me ndryshu vlerës të kujdestarisë, vlerës, mas ne kemi pak nasi edhe në shumë segmente tjera, domethënë, po kërkesat ka të shumë janë sa që të shohim pak, po zbesoj që diçka duhet del prej kontratës kolektive. Deri te ligji i pagave të jep këto ndihmesat, qoftë në kohën e pandemisë, qoftë tutje fiskale që doshin ndihmën. Po, nuk u duken ndoshta që i plotësuan ato nevojat e këtyre punëtorëve. Kur ka qenë kulmi i pandemisë, i kanë ndarë 300 euro, mastaj i kanë ulë në 250, pastaj i kanë ulë në 60, në duket i ka rënë. Doktor me përqindje, deri në listë të pagave kemi marrë këtë pakon, si edhe një ndihmë shtesë 50 euro, na i kanë në 3-4 muaj nuk i di sa kanë, prej grevës të spashkur që e patë edhe që na gjithë punëtorëve na kanë dhënë ka 50 euro, po që shiko, nuk është ndaj farë vlerë 60 euro që ta zgjidh problemin, po megjithatë e ndjen dorën e pushtetit punëtori e të politikës që po kujdeset për punëtorët e vetë, e kupton. Edhe kjo mendoj që do të ndodhë, edhe kjo shujta për cilën njerë punëtorët u patën shqetësu shumë sepse u heq, aja faktikisht nuk ka qenë shujt, ka qenë shtesë në pagë, po që ka qenë marrëveshje interne mes federatës dhe ish kryeministrit atëherë për faktin se s'ka guxu me thonë që është rritje dhe ja kemi ngjit emrin shujt, faktikisht ka qenë rritje ose shtesë në pagë, cilën e kemi bërë kogja herët, kam qenë pjesë e ekipit negociues në atë kohë. Po që me hyrjen e ligjit në fuqi sigurisht që këto shtesat e këto e kemi ditë të gjithë se do
do të heqen, po që ne tash me kontratë kolektive diçka do të nxjerrim. Sigurisht që një shujt pagën e 13 e kemi kërku, parat për rrugën sipas legjislacionit fuqit e ke fundit, ato kilometra që është, sepse ne kontrata për herë nxjerr më tepër se që ka ligj dhe rregullore të udhëzimit administrative. Ne me zgjeru pak të drejtat e tona, të shohim, s'kuxoj me premtu shumë sepse nuk është që varet krejt për me. Ku jemi me limit kohor? Deri ku mund të vazhdojmë? Ne ka mundësi nesër draftin që dërzojmë, sepse sot kemi punu dej sa kam ardhë këtu, do më thënë kam dej jam nisë, kam qenë duke punu në kontrat, po që tash mbarët prej ministrisë ose qeverisë, sepse sigurisht që po, sepse ka disa të drejta të cilat nuk parashihen me ligj, edhe përfitime dhe benefite ka goxha mirë. Plus ti je vetë më i fortë kur e ke një kontratë kolektive që mirë, që me qenë se kanë nis bisedimet, takimi parë është mbajt, tash nesër kemi me dërgu me siguri përmes emailës këtë draftin, atë ekipa e tyre që është nga grupi dialogu social në kuadër të ministrisë, kanë me shqyrtu zyra ligjore. Takimi i radhës është me 4 maj, në qoftë se nuk shtyhet i grupit, prap kanë më ullë me diskutu, cilat pika, cilat jo, të shohim çka po arrim me bë marrëveshjen. Edhe Ministrisë Shëndetësisë i ndodhi që të ndrohen ministrat. Jemi dëshmitari situatave të fërkimeve të vazhdueshme mes Ministrisë së Arsimit edhe Sindikatës së Arsimit. Si qëndron situata me Sindikatën e Shëndetësisë në raport me ministrin? E kishim zëvendësministrën më herët, tash erdhi ministri i ri, e kishim ministrin para zëvendësministrës dhe ishte në këtë mandat sikur e kishim një farë shkëputje të kopaskoshme dhe secili vjen me diçka të re. Shiko, unë nuk i kam shumë qef grevat krejt e din kur kam qenë pjesë e kryesisë dhe Këshillit Drejtues. Sa herë kemi bërë greva, gati jam konë kundër, jo për diçka, po për faktin se kur t'hish në grevë, duhet dalësh me diçka. Nuk mundesh me nxjerr punëtorin shëndetësor, doktorin, infermierin, gjithë drejtues tjerë, me nxjerr në rrugë dhe me i kthy në punë pa nxjerr asnjë gjë pa përfitim. Sepse greva tek e fundit bëhet për këtë çështje, për të arritur një qëllim. Në qoftë se ulemi dhe dialogojmë, edhe ju e dini edhe pas grevës dush me ul me negociu, me ul me bë dialog. Sikur se mas luftës, apo duhet me ullë prap me... Duhet pa tjetër, do mënë po him në grevë për një qëllim, pas taj ullësh negocian, edhe rreth këti kërkesa që i ke pas. Kur po vije fjallat e negociatat, gjithmonë sikur po tërheqen sindikatat, dhe po alën benefitet shumë shpesh po na ndodh, po mbeten benefitet e shtetit. Shiko, është problemi varësisht prej liderve, është shumë rëndësi leadershipi ose në përgjithësi sindikatave. Nuk e di, thëmë drejtën, sindikatat goxha janë politizuar, bile i lexova me vëmendje më herët një ditë, isha to i lexu këto, për shembull sindikalistët e atëhershit dhe tash. Dhe ishte një kritike jashtëzakonshme që kish bën një Shqipërisë një analizë dhe me plot të drejtë, që thotë që intereson sindikalistit vetëm parja, me zhvat parën, me marr parën prej punëtorëve, se bën këto. Sinqerisht, shumë jam pajtu me ta, jo pse unë po e bëj që ata, po që në përgjithësi sindikalizmi në Ballkan e ka këtë, sepse unë marrim pjesë në takime me përfaqësues me lider nga këto shtetet e Ballkanit jugor, sidomos është ky mentaliteti. Për këtë arsye unë kam insistuar që të ulet kuota dhe të fokusohemi vetëm drejtat punëtorëve këto, si dhe disa rastet smundjeve të rënda që s'kem çare pa i ndihmu. Shëmon, mi ia dhon pamjen tamam sindikatës që ka qenë dikur. Dhe jo shiko, problemi i negocimit është se njerëzit etiketohen, njerëzit për shembull mua vazhdimisht më kanë thonë që jam e vetë vendosjes. Besoj që e keni lexuar, e keni parë jo me që je gazetarë sigurisht. Etiketojnë për shembull qesën herë me një parti herë tjetër në qytet vetë nuk e di se ku je. Vërteta qëndron që kur s'kam qenë në lëvizjen vetëvendosje, përkundrazi kam qenë pjesë e PDK-s me vite të tëra, por që nga 2012 me sa e diun me shkrim kam dhënë drejtëse për gjitha funksioneve sepse thjesht e kam pa veten se s'jam për politikë. Se kur këtham kështu dhe në politikë s'po duhet tjesh, ashtu po duhesh pak ma elastik, ma fleksibele. Në sindikat nuk ka ashtu, dhe ma nuk mundesh. Prandaj kam dhënë ndërheqje edhe nuk kam qenë pjesë asnjënit subjekt, sigurisht i kam votu dhe i kanë sigur çdo qytetar tjetër, po me gjitha të pjesë e struktura që 10-11 vit, 12 asnjëherë. Sa herë garohet në diçka dhe fitohet,
Janë këto etiketime të cilat nuk mund të ndikojnë. I urej shpifjet shumë, sepse nuk kam natyrë që shpifi, besam. Në qoftë se thamë për diçkan që ka bë kështu edhe ta garantoj me jetë. Unë kam thonë në TV Klan që një lidershipje të tërshëm ka bë grevë kur ka pas interes personal edhe familjar ose grupor. Edhe kam qëndru mrapa sepse kam informacion dhe nuk flas kot. Po nuk e akuzoj kur për mbështetje politike. Po megjithatë fërkohen sindikatat me politikën, ka gja shumë me partitë politike, unë e di që mund të ulemi të bisedojmë, na mund të ulemi edhe të bëjmë koalicion me një parti, sepse shtetet skandinave kanë. Mirë po të na keq kuptohet. Mund të bëjmë një marrëveshje për parlament që të çojmë 2 anëtar të sindikatës të jenë në listën e njërës partie e cila garon për parlament, mirë po kur të shkon aty nuk do ta ndëgjon partinë, po ta ndëgjon sindikatën, do ta ngrit zonin vazhdimisht tjetë një zate, po menoj që akoma nuk janë pjek kushtet për ta bë këtë hap. Ndoshta mrena mandatit që janë do ta bëjmë këto. Po është mirë, mirë po programin, mirë po planin cilat I kanë qatë afran, cila parti. Po që për shembull një parti, për shembull na e kemi pritë që vazhdimisht janë deklaru si parti e majtë vetëvendosja, po, kështu janë deklaru s'pako. Dhe tash janë vrejtjet se s'po del që është kejt parti e majtë, sepse ta dikton vendi, ta diktojnë kushtet, ta diktojnë tyrat, ekonomia, gjithçka ta diktojnë edhe pozicionin tonë, ai I majtë, ai djathtë. Nuk janë gjonat krejt që shifën kur je në opozit. Kur ju për të shefshe është këtë diçka ndryshe. Edhe unë po mendoj që në të ardhmen pse jo mos me praktiku këte, për shembull me një parti e cila e ka një shëndetësinë prioritet. Pse mos me bo një marrëveshje me fut. Cila parti tha që nuk e kam shëndetësinë prioritet? Krejt kanë thonë prioritet dhe asnjëra se ka pas. Me pas prioritet nuk kish ngel këtu ku është. Prioritete kanë pas vetëm me fjalë, domethënë, kështu që me realizu ato që I kanë thonë s'ka ndodhur. Edhe diçka. Unë e kam thonë një herë që ma kanë marrë pak për të keq, por që kam pas thonë edhe sinqerisht e përsërisë se 5 pare si jap nuk mërzit në fare, se që ka menojnë tjetë, se unë e kam gjuhë sindikalisti, nuk kam gjuhë të politikanit të ke fundit. Unë kam pas thonë një herë që pse me regullu këtë çështjen e shëndetësisë, në pranit kryeministrit bile, pse me regullu kur udhëhecit politikajt atë të cilët jena për pozitat larta, nuk e kanë problem koston e trajtimit shëndetësor dhe nuk e kanë problem vizën. Ne I kemë që të dyja qytetarët, për shembull, dhe ki problemin e vizës që familjarit vdes ose dhe ti vdes deri sot bëhet viza. Pa ta kanë viza diplomatike me gjithë familje, me krejt as kanë shesim. Koston financiare, gjithashtu e kemi një problem që ju e dini, tendat nuk hiqen për I qytetit kur të lypare. Kjo është një pamje e trisht që është dasht heqet kjo mo. 24 vjetë pas luftës, tendat, ndihmat nuk I pse hap Facebookun e keni pa dhe vetë. Apel për ndim, njerëz të rinj, njerëz smundjet cilat nuk trajtohen në Kosovë. Nuk është që edhe këto çështjet e këtyre apeleve nga një herë nuk po... Ndëgjatë, kur bëhet dukuri kjo, kur bëhet rregull tash mund të ketë edhe manipulime mrena atë, është shumë e mund, po. Po megjithatë ne po flas për disa një këngëtar dhe një djalë që është shumë I njohur, e di saksisht sonjerin e ka dërguar të Shqime e shëror. E tashi, ai 90% që është okej, domethënë është në rregull që ka punu siç duhet, dhe 1% e vogël mund të jetë që janë njerëzit kanë insistuar në luftë me vjedh dhe jo vetëm. Nuk ka 2 ditë që e kisha në studio një djalë I cili ishte familjar që kishte 5 persona të zhdukur në luftën e fundit, tashmë I kishte të vorrosur të 5-tit. Dhe probleme pa fund me shëndetin dhe nuk ka arrit me marrë ndim nga ministria për shëndetin e tij dhe është desht me mjetet e tij vetanake, si krye familjar, me arrit me siguru qatë kosto e cila. A nuk është dhimbshme kjo kur ai 5 njerëz nuk I kanë familjen e tij që po ti kishte do t'i ndihmonin më shumë. Sigurisht, kjo rast. Ndërkohë që një shumë specifik, nuk jeta secilit është e rëndësishme, e vlefshme, sigurisht. Po të bëhet një farë balanci. Po dhe në disa raste janë pak më të ndjeshme, dhimbshme janë për arsyet që u ka ndodha. Po kjo është problemi, po të kishtë qenë prioritet shëndetësia, nuk është në I shtet që I madhë sa që me shumë banor, jo pesheni që për çdo ditë po ikin njerëzit dhe na kemë shumë në shtetet të jashtme dhe që nuk është që kemë gjatë ata qytetarë mos për mujtë me imbulu. Unë menoj që ma shumë është neglizhencë dhe çështja që sinqerisht nuk e kanë pas për prioritet. Edhe diçka, ku I hargjojnë parat e sindikatës punëtorët shëndetësor?
Kjo shuma që ju takon aty. Që të tregoj tash se në Se shumë shpesh. Po. Si kur thuhet, shkun në det, shkun në ndej, shkun kështu, shkun aty, ky kolektiv, aja ambulanta, spitali, kështu, ashtu. Por çdo ditë udhtojnë. Po. Shiko, nështë... Ka ndonjë kod të shpenzimeve të këtyre? Po, kem, për shembull, na kem një statut, si akti më i lartë juridik i FSSHK-s, mas ne rrjedhin rregullore tjera. Po megjithatë është me përqindje e ndarë, dhe atë përqindje të cilën për shembull 60% ju kthehen bazë, secilit punëtor ato që jep i kthehet 60% në bazën e vet. Mas ne e menaxhon ajo shoqata sindikale e asaj qendrës. Po që shumë e vërtetë është kjo thash që duhet me ndru imazh pak dhe kjo është ajo që po du me bë që nuk ka me pas të lehtë. Sigurisht, sepse pe shef sindikatën si diçka që organizon ekskurzion. Sindikata është për me i qunë deti, sindikata është me i qunë për 28 nëntorin, për 17 shkurtin, për ditën e shëndetësisë, nuk të shef si diçka që ti dush me luftu për drejtën e ti. Ose një kolegë është i smut, ka probleme me shëndetin, se mos me i marrë ato. I japin solidaritet, edhe ato e kemë vlerën sa. Po pa tjetër, po, dhe unë për shembull në qendrën tem kam dhënë kur i kam nxjerr për auditim, për shembull gati 10.000 euro kemi dhënë për solidaritet. I kem sepse i kërkohet raporti, i kërkohet letër njoftimi, raporti mjekësor, transferi përmes bankës, gjithçka që bëhet. Po megjithatë, na nuk jem as, si të them, qendër për punë sociale, as kjo sindikata domethënë e kemi ndru rolin pak, nashta për shkak të kushteve të cilat po jetojmë, nashta punëtorët kanë nevojë për relaks, po që menoj që është momenti me bën i kthes pak, edhe në këshillin drejtues ju drejtova kështu që tash kam thënë se du më ndruj imazhin pak, tash kush të vjen mas meje, tash ne ta ban akoma më të përsosur federatën dhe ne ta shohin njerëz sikur avokatin për shembull ose të popullit ose një avokat, mos ta shohin si organizator të mbrëmjeve dhe kjo se më të vërtetë është çesharake me ia dhënë çat ngjyrem për shembull sindikatës kur e din që punëtori shëndetësor për 15 minuta nëse vonohet, dëshkohet dhe kërkush s'merr masa. E këto ish dashti të ngrismi vetë dijen ta lufton për drejtën e vet individualisht ai, po pastaj edhe bashkë me shoqatën sindikale. Dhe kur e kërcënon një pacient. Sigurisht që po. Edhe këto po këto megjithatë këto i takon më shumë shtetit për arsye se një sigurim duhet t'ia ofroj punëtorëve shëndetësor, ju e dini për ditë sulmohen. Ata edhe sulmohen pa të drejtë, pse s'ka një bari, pse s'ka diçka për cilin absolutisht s'është fajtor. Punëtori shëndetësor thash se nuk është marrë që është mbrojtje punëtori. Deri sot vjen policia, po tregoj e gjithë reportin ai mund me eliminu kraj deri sot vjen. Sidomos kur bëhet fjala për shëndetin, edhe ai vet po revoltohet. Shpesh ju e dini se kemi pas lëndime për fyrje mos të flas, sepse po vetëm jam në një pozitë këtu që duhet jem reale, edhe me pacientin, edhe me profesionistin. Nuk është që edhe vetë profesionistët nga njëherë kanë qasjen e gabuar. Komunikimin, po. Po, ju mungon komunikimi social. Ndoshta profesional është shumë i mirë, por komunikimi social jo. E prindi kur e ka fëmijën përpara, ose nënën, ose babën, ose diku tjetër, aty ndoshta edhe qasja atij duhet të ndryshojë. Po për këtë arsye thash unë kur vjen i ngarkut me rastin për shembull tron që e ka familjarin edhe domethënë ai nuk zgjedh mjet, veç don me ndonë se duhet gjithsesi duhet me shpëtu, edhe nuk zgjedh mjeta me godita, me fyja, gjithçka për shembull, ndoshta e ban afekt për shkak të emocioneve që e kaplojnë për shkak të pacientit, familjarit që e shef në çat gjendje. Megjithatë unë nuk du me thonë se punëtorët shëndetësor janë hynor dhe janë të pagabueshëm dhe që unë mbrana kolektivit tëm ku punoj, ku kam punu, e di që ka plot që qasin e kanë shumë të ndryshme njëri pi tjetrit, domethënë që e acaron ndonjëherë pacientin, por ndoshta kish me qenë mirë edhe këtë pjesë ta shohim edhe na si trajnim për shembull se komunikimin na kemi marrë goxha shumë trajnime lidhje me komunikimin me pacientin. Pacienti duhet të trajnohet me veten e vet për patjetër, po sigurisht që po. Po gjithsesi edhe punëtorët. Shikoj, na kemi një problem për shembull në ndrimet e natës. Gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë ditës pacienti është i smut ose 2 ditë dhe vjen në orën 11 natës ose 12 me bën një trajtim. Dhe kur e pyet mjeku, pse sa je smut që 2 ditë? Po pse s'ke ardh? Valla se natën po ka pak më pak pacienta më shlirë, domethënë. A ju e dini që 2 mjekë mbulojnë me 100.000 banor një qytet, ata është e pamundshme, domethënë se është mentaliteti është kriju çazisoj që unë shkoj kur duhet e mjeku sepse ajo karta e të drejtës të pacientit ai e te i ka lënë ato sepse për herë të thonë sikur na për shembull thojmë
sukur kamësori në rrugë, kamësori ka drejt, po kur të godet makina, mos e lëp të drejtën, mos e ku me gjithë drejtën. Edhe këta, do më thonë, thot se pacienti për herë ka drejt, edhe pacienti ka të drejt, po në anën tjetër, drejta ti ose liria ti përfundon kur i cënë të tjetërit. Do më thonë, sepse edhe na jem qytetarë të këtë pa marrë parasysh që janë me mantel bardh. Me gjithë atë ka vend për korrigjim, edhe në shëndetësi është e vërtet që ka të punëtorë shëndetësor, është e vërtet e disa kanë qasjen ma tegër, disa po, janë karakteret ndryshme sen. Me gjithë atë se cili ka përgjithësi personale të ke fundit për në raport me punën që e ban edhe pritjen që e ban pacientit. Diskutuam plot çështje dhe u përpoqëm të ja elaborojmë njërën pas tjetrës. Do doja të edhe për fund të merja një konkluzion tuajin. Cila është gjua sindikalistit sot e thamë gjatë krejt kohës, edhe ju si përfaqësuese e tyre që përpiqeni ta reformoni ose ta sjellni një sindikat ashtu siç i ka hije, ose që do të garon me sindikata tjera europiane. Megjithatë, sa kohë na duhet me u bë këto ndryshime që me pa veten si një sindikalist i mirë, edhe brenda një institucioni, një ambulante, AMF e vogël ose QKMF, por edhe ndonjë institucion që ka numër më të madh të punëtorëve shëndetësor. Ka punë të mira për një vinë nga dalë, po në rrugë jem, në drejtim jem, që me fitu besimin punëtoris të drejtuesit sindikal, po edhe drejtuesi sindikal duhet jeti sinqert dhe duhet ta baj punën me nder, tamam ç'është duhet, sepse ne kur kemi hi në rrugën sindikale, dhe kur kam fillu me i, goxha më të jam marrë me sindikalizëm edhe kjo më ka ba, do shta me jek dorë për politikës e për gjithë shka tjetër. Sepse, si kur kam të lindur pa këtë luftimin e padrejtësive, kam në natyrë në gjak. Dhe ishte një finlandez i cili pas luftës në dha hapat e parë, dhe shiko, tha rruga e sindikatës është shtrume me there. Mos mendoni se e keni shtrume me lule. Na e dim këto. Prandaj se cili që hënë në udhëheqjen në sindikat duhet me di që nuk është i mirë pritur prej drejtorit, nuk është i mirë pritur prej shefit, nuk është i mirë pritur as prej ministrisë, as prej qeverisë, as prej kryeministit, sepse të shef që ti në çdo, po sigurisht. Tash ju e dini që për shembull ato kanë qef vetëm se me i lavdru, me ju thurë vargje, lëzhe, kështu. E na si jem prej atyne që i bëjmë sindikata do është tek e fundit është për me kritiku. Unë thash që nuk i kam qef grevat, po që kam ligjërisht snale më kur. Dhe me një doktoresh, bile një ditë, tha mu ke do që s'po punon heq, që tash jam të pasa shumë i shetë punu. Nuk baj zhurmë, nuk jam tipit që kam qef shumë me deklaru e bona këto pe baj këto. Thjesht po du me prejk punëtori të mirat cilat po dojmë na me i bo, edhe ndryshimët që po dojmë me i bo na, dhe që ai që vjen pas me e ka me vrejt, definitivisht ka me vrejt që është një sindikat që është të punu taman për të drejtat punëtorëve dhe që nuk lakmon më ditje, nuk lakmon bile këtë frekë, kam pas që kur njëtë s'kam marrë, që një vetë kam hi dhe asë njëherë më ditje s'kam marrë, për asë një gja. Kam e ston ditën, sot jam këto dhe në 6-7, në shumë mundë mos me shku në shpe. Një mjerë, kam zbrit në bazë me punëtorët, bile mas nej po më bajnë shakathat me kryetartë, që po më vinë kryetartë e kam unë, unë du me u taku me punëtorët e me ndje halën e se cilit, dhe nuk e kini idejën që ka del ide prej punëtorëve, briljant janë, me kërkesat e tyne, a beson që krejt janë të prekshme dhe nuk janë shumë të akceptushme, po dhe të realizushme, po. Dile në bazë në dëgjaj, mos na mujna me folë tonë ditën në televizare, baj këta, po ti nuk e di ku është ka i dhem punëtorit në bazë atje. Dhe këto është çështja, këto është problemi. Unë në regionin tem, për një periudhë që e kam përfaqësu, a besoni që kam lanë gjurmë atë. Pse? Sepse thash që kam shku dhe në suspendim, por nuk jam tërheq prej qëndrimeve, kërkesave që kam pas. Për këtë prej Elezhani deri në shtime, nuk ka pas muj që s'kam shku me vizitu, nuk ka pas komision disiplinor që si jau kemi prish, kur janë dalë punëtor shëndetësor. Po me Gjakovën si qëndron forma bashkëpunimit? Me Gjakovën kemi qenë shok shumë mirë me kryetarin e shoqatës, po me gjitha të orështu në pjesën tjetër me këtë vjetrit. Kemi pas komunikim dhe shumë afër që e kam lutë me qenë se është sindikalist vërtet i dallum, djali ka qenë deri tash, po që nuk heq i dorë prej grupit tyre, o krejt të gjithë, dhe masnaj me një farforme i kanë dorë rrugë vetë ata, po që besoj që kanë me reflektu dhe kanë me pa që ndarjet nuk i
kanë kërku gjithçka, për shembull që është pak absurde, mas në unë pak si me shakaja, thash një gazetari, thash nuk di çka kanë lyp, tham pyeti kështu, thash nuk po ndahen vllaznillakut që mundo pasurie, thash është federat, thash kjo s'mundesh mundo sipas dëshirave dikujt, ne kemi më zgjedhjet me disa punëtor këto, sepse me legj është me 10 vet mundesh me bësh shoqat sindikale, na nuk mundna me mbyll krejt komplet për teket dikujt për shemb, po duhet patjetër. Nëse funksionon një situatë e tillë, ta zëm komunën e Gjakovës edhe komunë tjetër e kështu me radhë, fillon e bëhet pastaj hajt se po bëj ka me qenë e ndarë, hajt se edhe aty, edhe natyrshëm dalin në pa dy sindikatat të cilat janë në një umbrell, por funksionon kur interesi është personal, ose interesi grupor, nxjerrët para interesit punëtorëve, kjo nuk është sindikalizëm, kjo është ego, që është e pamundshme me të i kalu. Thash që është e pamundshme me të i kalu, unë e bile kam thonë në takimin e parë, kur kemi fillu që do ta kenë të vështirë me pranu një femër në kryet federatës, a vëden? Po me gjithatë është mirë me u pajtu më mësu që dhe femërat duhet jenë në kryet federatës. Po, shkoj kongresi parë në të dytin dhe gjithçka doli ajo që ti... tash është dëshire, me të vërtet janë kam presin shumë mirë baza, po që edhe në që jem shumë mirë, nuk jem absolutisht, ke shumë mirë jem të punu, na e kem dikun mbi 80% konsideroj sepse nuk e di sakt, veç e di që prej 52 shoqatave 42 kanë qenë pra vendimeve të cilat kreti kemi marrë. Dhe tash janë stabilizu goxha mirë, po menoj që ndoshta duhet ulim negociojmë edhe me këta, sepse unë nuk kam kolegë me humbi, kam thonë disa herë, po me gjitha të ndoshta 2-3 individ kanë qenë që kretë këta e kanë nëzit këtë luftën që ka ndodhë që si shdash të ndodhë, sepse vetëm, sinqerisht nuk mund shpejt thonë sindikalizëm. Në qofë se në këtë formë, unë nuk e di se kam votu të kalumën për shembull një kryetar, kur s'kam bërë kështu. Kom shprej pak nësit e mija, i kom shkresat, kërkesat, e-mailat, që ka kom dasht, kam punu taman si sindikat, sepse votat e ke fundit është e lirë dhe si cili votan ka ndonë. Thash që qëndrimi gjatë në propozita të konsumon. Jo, po edhe punimet e kongresit ishin legjitime, ato duhet të pajtohen. Po, ndëgjo se, shiko, unë e kam thonë kështu me një medium që humë si zakonisht ankohet, për shumë, ai që fiton s'ka pse ankohet, po edhe ankimimi e ka një kohë caktuar, mos shkot tash me 29 prill bën një vit që e kemi marrë pjesën e dytë kongresit dhe akoma me nxjerr zjarr me vërere, sidomos ndaj kujt ndaj një femrës për shembull, që duhet me qenë ose jo. Po unë nuk e di, të e ditë situatën cilët jem prej çfarë shoqërie kemi dalë, na, dhe gjatë këtë luftë me bë, po megjithatë unë jam një farë karakteri kogja i fortë që nuk dërzoj në letë, po tregoj, dukem nashta që jam e qetë, jam shumë e kujdesshme, ku e që s'kamën, me po megjithatë nuk jam hakmarrse, po për të drejtën tem luftoj deri në fund. Domethënë nuk tërhiqem edhe e dinë edhe ata që kanë qenë më herët, e dinë se unë kam shku deri në suspendim pas jam nal. Domethënë javë kompru mediat në zyret tem, në katin e tretë, 4-5 par media që të dhe asë drejtar as përkërkën se kam pas absolutisht problem, që se kam as sot, domethënë, mujnë me m'akuzu që po bashkëpunon me këtë, me atë, po me gjitha të bashkëpunimi është i hapur, është shumë i hapur. Krejt takimet që i kemi në media, dhe unë takim tinës nuk baj me ministra, me zavens ministra, me absolutisht, jam shumë e hapur, dhe në momentin që kem pak nësi, do të merrem edhe me ta, patjetër, sipas ligjit mbi organizimin sindikal dhe mjetët cilat na i lejon, ky ligj domethënë, po që nuk jam tep që jap fjalë të mëdha, akuzoj, nuk jam tep që kërcnoj që ka ndodhur të kalumën më kërcnu ministrat, më fy ministrat, nuk është natyrën tem, nashta edhe si femna pak, jem pak si qenë, jem pak më ndjeshme, po megjithatë nuk e kam në kulturën tem me dal me bërtitë, me fy. Po që me që ka ndodhë për çdo shkresë dhe çdo shkelje që është bënë kom procedu në gjykatë. Thjesht, në për gjykata, në për prokuroria, gjithë shkon, domethënë jem në hap jem. Po që s'dalë me bëzhur, më çështje tjetër, po që shumë shpejt punëtorët kanë mu pajtu me punën tonë dhe kanë mu binë që jem të punu me sinceritetin të më të madh. Në Gjakov janë bë këto reformat që janë bë. Po pres pi kolegës tem që me reflektu pak, edhe pse e kam lutë, kem bisedu disa herë, me ullë mu këthy, se sinqerisht e kam pas kolege shak shumë të mirë, kem pas bashkëpunim shumë të mirë, po ndo njëherë bim prej manipulimi dikuj tjetër, besimit tepër të madh të aj, tu mos me di që ka ndodhur të kalumën me të, edhe kështu që ka orë deri të kjo, nuk është që po ndihem mirë as pak, po që besoj që na e kemi atë shumicën dhe sa shpejt që e kemi ullë kuotën tani,
Do me thonë, e kemi përbojmë kontratën kolektive dhe punëtorët kanë me pasë punohet vërtet në qatë drejtim. Gradualisht, punët e tregojnë suksesin. Nuk është që më ka bo mire, që më ka bo ndërë kjo përplasja që kemi pasë kjo, besa më ka dhonë stres tepër të madhë, jashtëzakonisht madhë, po që nuk zbrapsem, jam tip që kur e marrë një rrugë, dhe më thonë, nuk zbrapsem, edhe sepse nuk jam tip frigacake, po kryesësorja çështje që është i kam durët e pastra, shumë pastra, kam u dheq me durët pastra, do të dheqi deri në fund, edhe kjo kam besoj që kam më dhanë shumë mbështetje prej punëtorëve kur e shohin se si po përdorën edhe mjetët o diçka. Doja dhe unë nga kjo studio të përcjellja një mesazh pozitiv që të gjitha ato objektivat e tuaj ati që i ke para pa në planin e tuaj qeverisës, ti zbatoni njërën pas tjetrës, në mënyrë që gjithë ky ngërç që është për disa komunat të Kosovës ose në disa pjesë të punëtorëve shëndetësor të stabilizohet dhe situata të jetë ashtu si që doni ju dhe si që planifikoni. Faleminderit shumë, edhe unë përshfrytëzoj studion e ju që të baj thirrje mos të fyhen në për Facebook, në për rrjetet sociale, mos të keq përdorën, sepse nuk është etike një, dhe të qesim qëllimin kryesor të drejtën e punëtorit, avancimin e mirëqenien e punëtorëve shëndetësor, mos të qesim prioritet vetën ose grupet shoqëritë dhe miqësitë që i kemë. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit edhe nga ky diskutim i sotëm të dashur miq, që vërtet u pa që zonja Mysafire përpiqet gjatë gjithë kohës të kthej dinjitetin e profesionistëve shëndetësor me punën dhe angazhimet e saj në Federatën Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës. Uroj më të mirat për ju, vazhdoni të jeni me programet tona dhe ne takohemi në një tjetër temë diskutimi. Mirëmbëjtje.